Tragedi I linjës Vlorë-Brindisi ka mbërritur sot në orën 7:30, po për shkak të kushteve të vështira atmosferike nuk ka mundur të ankorohet në portin e Vlorës. Era e fortë dhe dallgët e larta e kanë detyruar të qëndrojnë në rad, ndërsa pritet që me përmirësimin e motit tragedi të realizojë ankorimin. Megjithatë, tragedi duhet të rikthehet drejt Brindisit, por sipas autoriteteve portuale, moti pritet të përkeqësohet në orët e pasdites. Kështu, tragedi I linjës Vlorë-Brindisi, I cili ka mbërritur në orën 7:30 të mëngjesit të sotëm, nuk ka mundur të ankorohet në port për shkak të kushteve të vështira atmosferike. Era e fortë dhe dallgët e larta e kanë detyruar mjetin lundrues të qëndrojnë në rad, në pritje të një momenti të favorshëm për manovrim. Autoritetet portuale bëjnë me dije se nëse kushtet e motit përmirësohen, tragedi do të kryejë ankorimin e planifikuar. Megjithatë, ai duhet të nisë sërish udhëtimin drejt Brindisit pasi situata detare pritet të përkeqësohet në orët e pasdites. Ndërkohë kapiteneria po mbetet në gatishmëri dhe po ndjek nga afër zhvillimet në det për të marrë vendimin më të sigurt në lidhje me lëvizjen e tragedit dhe menaxhimin e situatës në port. Ndërkohë mësohet se rreth orës 11 pas 4 orësh në radhë, tragedi me 174 pasagjerë në bord ka mundur të ankorohet, ndërsa janë zbarkuar të gjithë udhëtarët e linjës Brindisi-Vlorë.